me lenë dhe vullnetin e Zotit do të flasim për vllazërinë në Islam. Islami është fe e bashkimit të zemrave të lidhura. O vëllezër, Islami nuk është fe e vetmisë dhe as fe e ndarjes. Islami është fe e zemrave të bashkuara, fe e vllazërisë dhe fe e shpirtave që lidhen për hir të Allahut te bareke ve taala. Njeriu në Islam nuk ecën i vetëm, nuk shpëton i vetëm dhe nuk ndërtohet vetëm për vete, por jeton, forcohet dhe shpëton bashkë me vëllezërit e tij musliman. Në një kohë kur njerëzit ndahen për interesa, në një kohë kur njerëzit ndahen për fjalë të vogla, për keqkuptime, për ego apo për çështjet kësaj bote, Islami vjen dhe na kujton me qartë dhe me shiruesi na flet dhe thot: ju jeni vëllezër. Kjo nuk është një fjalë e bukur, por një përgjigje e madhe para Allahut. Vllazëria në Kur'an lidhet me imanin. Allahu i lartësuar thot: innamal mu'minuna ikhwa. Besimtarët janë vëllezër. Besimtarët e vërtet janë vëllezër. Allahu nuk tha se besimtarët janë miq apo bashkëpunëtor, po i quajti vëllezër. Vëllau pranohet, ruhet, këshillohet dhe nuk hidhet poshtë për një gabim. Vllau Islam nuk ndërtohet mbi gjak, mbi prejardhje, mbi komp apo interes, po mbi iman, mbi bindje ndaj Allahut te bareke ve taala. Kur imani është bazë, kur imani është themel, atëherë zemrat afrohen pse njerëzit janë të ndryshëm në karaktere. Kur zemrat bashkohen, njerëzit afrohen, bashkohen edhe pse kanë karaktere të ndryshëm, kultura apo mendime ndryshëm. Kur imani dobësohet, edhe vllazëria në Islam në kundërt. Urdhri hynor për unitet dhe rrezik i përçarjeve. Allahu i madhërisht thot: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kapuni të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Kapuni të gjithë për litarin e Allahut, që është Kur'ani, fjala e Allahut te bareke ve taala. Kapuni për litarin e Zotit, që është suneti i pejgamberit ton alayhi salatu wassalam dhe rruga e drejtë, as-salafu salih. Kur kapemi me këtë litar, zemrat bashkohen natyrisht. Kur muslimanët kapën për mendjet vet, për interesat veta, apo pas fjalëve që njerëzit flasin, atëherë lind përçarje. Bashkimi nuk është çështje luksi dhe as zgjedhje personale. E zgjedh e lën. Bashkimi në Islam nuk është çështje zgjedhore, por urdhën i Allahut, urdhën i Zotit, ndërsa përçarja nuk është shenjë force, por shenjë dobësimi dhe humbje. Shembulli praktik i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e la vllazërinë vetëm si metodë teorike. Ai nderoi atë në jetën reale. Kur u shpërngul në Medinë, ai sallallahu alaihi wasallam i vllazoi muhaxhirët dhe ansarët. Njerëzit që nuk kishin lidhje gjaku. Muhaxhirët me ansarët nuk kishin lidhje gjaku. Nuk kishin histori të përbashkët dhe nuk kishin interesa për njëri tjetrin, por i bashkonte imani, i bashkonte feja, i bashkonte Kur'ani, i bashkonte suneti i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Disa prej tyre kishin shtëpi të pasura, të tjerët kishin ardhur pa asgjë, e kishin lënë Mekën e bekuar, kishin shku pa pas asgjë në vetë. Por askush nuk i ndjej i humbur. Allahu i lavdron ansarët duke ju thënë: وَيَرِثُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَصَاصَةٌ. Ata ju jepin përparësi të tjerëve ndaj vetës, edhe kundër vetës, edhe kur vetë kanë nevojë. Ju kanë dhënë një tjetrit përparësi ansarët, edhe kur vetë ata kishin nevojë. Kjo është vllazëria e vërtetë. Ta mendojmë vllazërinë tonë për vete, jo vetëm kur bllokohemi. Një tregim prekës nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur pejgamberi ynë alayhi salatu wassalam mbriti në Medinë, devja e tij u ndal te shtëpia e Ebu Ejub el Ansariut. Të gjithë kishin me mundësi
dhe kishin dëshirë dhe ishte privilegji më i madh i kohës që pejgamberi i Zotit të qëndronte në shtëpinë e tyre s'paku një natë, apo tërë jetën e tyre. E donin Muhammedin alayhi salatu wassalam më shumë se vetja, më shumë se familja, më shumë se çdo gjë tjetër përpos Allahut. Dhe Muhammedi alayhi salatu wassalam duke parë entuziazmin e tyre të zjarrt, tha për devën e tij: "Dahu fa innaha ma'mura." Lene, sa është e urdhruar. Shkon ku urdhru me shku. Dhe ajo deve u ndal në shtëpinë e Ebu Ejub el-Ansariut radhiyallahu anhu. Ai dhe bashortja e ati nuk kishin pas pasurit madhe, por kishin zemrat e madhe dhe iman të sinqert. Ata flishin natën dhe në katin e dytë, shpesh herë u bregosnin dhe u mërzitshin se mos vallë ato punimi i drunit, po plunos trupin e pejgamberit tonë alayhi salatu wasallam derisa ishte në gjumë. Një natë u thy një enë e ujit në katin e sipërt. Ata u friksuar se mos uji bie mbi kokën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po flinte poshtë. Ata s'kishin as leska të mjaftueshme. Prandaj e thanë dyshemin me rrobat e tyre. Ato rroba që i kishin vesh e terën ujin mos bie në trupin e tij alayhi salatu wasalam. Ky veprim nuk ishte thjesht respekt, por shprehje dashurisë vllazërore por hir të Allahut te bareke ve teala. Kështu nderohen vllazërit, kështu nderohen me sakrificë, me zemër dhe me iman. Fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për forcimin e vllazërisë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë: "El mu'minu lil mu'min kal bunyan ashuddu ba'duhum ba'da." Besimtari për besimtarin është si një ndërtesë që e mban njëra tjetrën, si një fortesë që e mban njëra tjetrën. Nëse hiqet një tull, por ashtu kur një besimtar largohet nga vllazëria, largohet nga xhamia, dobësohen i gjithë ummeti. Dhe ka thonë alayhi salatu wassalam: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Askush nuk e ka besimin e plot, nuk ka besim rregull, derisa vllaut e vet t'ja dëshiron ata të mirë që e dëshiron për veten e vet. Ky hadith na mëson se imani nuk është vetëm fjalë dhe arktim, por është zemër të pastër ndaj vllaut. Urtësia nga selefët dhe dietarët. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ka thonë: "Vllau është pasqyrë, ta tregon të vërtetën, edhe kur ajo dhem." Hasan al-Basri rahimahullah ka thonë: "Vëllau yt i vërtet është ai që shikon për hir të Allahut, jo ai që të lëvdon për dynja." Ibn Taymija rahmetullahi alayhi ka thënë: "Zemrat bashkohen me bindje ndaj Allahut, jo me interesat përkohshme." Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ka thënë: "Shpirtat që lidhen për hir të Allahut, edhe nëse trupat ndahen, kur nuk shkputen, sepse lidhen e kanë bërë për hir të Allahut, edhe nëse i ndan koha, dikush shkon perëndim, dikush mbetet këtu." Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. E falenderojmë Allahun, salat e selame i dërgojmë të dërguarit alayhi salatu wassalam. Çka shkatron vllazërinë muslimane? O vllazër, vllazërinë islam e shkatron mendjemadhësia, kibri, është shkaktori kryesor. Nga dyshimet, ka dyshimin e fenë Allahut, e shkatron edhe vllazërinë islam. Nga fashëthanët, vllazërinë e shkatron fashëthanët. Vllazërinë e shkatron fjalët e paverifikuara. Vllazërinë e shkatron zemrat që nuk falen. Allahu e paralemon këta dhe thot: "Innama as-samu wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Me të vërtet dëgjimi, me të vërtet shikimi dhe zemrat të gjitha do t'japin llogari. Edhe dëgjimi çka kemi për vllaun ton, edhe shikimi, krejt kanë në dhënë llogari para Allahut te bareke ve teala. Si ta ruajmë vllazërinë sot në këtë kohën moderne? Vllazëria ruhet me sinqeritet,
Vllazëria ruhet me falje, vllazëria islame ruhet me durim, me këshillat e buta, me këshillat e ëmbëla, me fjalë që prekin thellë në shpirtin e një besimtari, me artin e shprehjes, me elokuencën e fjalës, me këshillat e buta dhe me lutje për njëri tjetrin, dhe me lutje të sinqerta për njëri tjetrin në fshirësi. Pra, me sinqeritet, me falje, me durim, me këshill butë, me lutje për njëri tjetrin në vetmi. Lutesh për dikon vetmi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë dhe u lutte për muslimanët, për vëllezërit e tij që mungonin dhe ata që ishin prezent. Mos e prishni për gjërat kësaj bote atë që Allah e ndërtoi me iman. Allahu e ka ndërtuar me iman dhe ne muslimanët e prishim për çështjet e dunjas, për çështje interesi, për çështje që s'kan vend në Islam. Mos e shkatërro me një fjalë atë që ndërtuan me durim dhe lutje. Mos e humb vllahun për një keq kuptim, sepse vllahu për hir të Allahut është një dhuratë e madhe nga ana e Allahut. O vëllezër besimtarë, nëse duam të ndihmojmë për hir të Allahut, duhet ta ruajmë vllazërinë. Nëse duam bereqet në xhami, në familje dhe në shoqëri, duhet ta ruajmë zemrën e pastër me njëri tjetrin, sepse ummeti nuk dobësohet nga armiqt. Ummeti islam nuk dobësohet nga armiqt, por nga përçarja me zveti. Ummeti islam dobësohet nga përçarja brendshme. Këta e kanë kuptuar mirë pa besimtar. Pa dini kur vrahet Omeri radiallahu anhu. Sahabët qanë për vdekjen e halifës së muslimanëve. Qau ummetin për gjithësi. U vranë xhami, namaz sabat, duke u falë. Ra shahid me dinin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe u vranë mbi 24 sahabë nga një megjusi. Dhe kur vdiq Omeri radiallahu anhu, sahabët e morën vesh se ka thoni dërguari sallallahu alaihi wasallam, ku të thehet kjo derë, kur s'ka më mbyll. Ajo derë ishte Omeri radiallahu anhu. Kur ummeti islam nuk bashkohet në dalalet, po në hak. Prej momentit që është hyrë ajo derë, deri në ditën e gjykimit, do të ketë përçarje mes vëllezërve. Ajo që i bashkon është Kurani, Suneti, edhe thonit e selefu salih, që ta duam një tjetën për hir të Allahut. Këtë në fund, po e tregoj se krenaria ma e madhe Muhamedit alayhi salatu wassalam ishte kur u futën në çave, si fitimtar me 10.000 burra. Rijalun sadaku ma ahadallah. Burra që e thanë vërtetën me Zotin. Si shlirimtar, si një fitues, tërgohet që alayhi salatu wassalam aq shumë e ka ullë kokën e tij, edhe aq tepër e ka ullë të derja vetë, sa që nuk vrejhe alayhi salatu wassalam. Është momenti ma kulminant njerëzimit. Njerëzit në fitore e ngritin kryet lartë, e ngritin për shkak fitoreve të mëdha. Ai alayhi salatu wassalam e uli kokën e tij, i preki mjekra ati për deve, dhe pasi që e boni tavafin, i thej idhujt, u aveten njerëzit dhe ju tha atyne që mbeten kufër, idhhebu fe antum tulaqa. Shkoni ju një tjerë. Kuj? A i dheni kuj? Ata që kanë vrarë, ata që kanë djeg, ata që kanë gjuntu, ata që kanë vënu, ata të cilët ja u kanë marë pasurinë, ata të cilët kanë bëu krimet mash njerëzore, i kanë dalë trupat e nënave, si që ishte Sumeja radiallahu anha, dhe ishte 7 zonë e qajnë dhe fëmijë në barkë. Në fund, çka tha alayhi salatu wassalam? Shkoni, jeni klirë. Kjo është Islam, kjo bukuria kësaj feje. Jo ashpërsia, jo varësia, jo mendematësia. Sot muslimanët kacafyten, përçohen, nuk dihet kush e ka të vërtetën. Ajo që na bashkon është Kurani dhe Suneti, çush e kanë kuptuar es-salafu salih. Allahu më falë mua dhe ju dhe gjithë besimtarët. Allahu na bashkoft zemrat. Allahu na kthjellë dhe na bashkoft mendjet tona si musliman. Na ruajt nga përçarja, nga të bërit vëllezër që duan për hir të Allahut dhe të na bashkojnë në xhenet. Ashtu si që bashkojnë me iman këtë dynja. Amin ya Rabbel Alamin. O Zot na fal ne, fali besimtar, fali familjarët tanë,
ndihmoj varfnjakët në mesin tonë, ndihmo vendin tonë. O Zot, bashkoj safat, rreshtat tonë, qysh na bashkove në dynja, na bashko në botën e përtejme në xhenet. O Zot, na fal ato gjuna që i dim. O Zot, na fal ato gjuna që nuk i dim. O Zot, na fal ato gjuna që i bëjmë ka harresa. Na fal ato gjuna që i bëjmë nga shkujdesi, nga mendimasia, nga kibri, nga gjërat të cilat nuk na bëjnë derë si musliman besyve.